Lëri një udhëtimi, fryma një shpirti të pathyeshëm. Historia e një njeriu që nga rënjet e thjeshta ngjitet drejt majave të vlerave umane. Kështu mund të përkufizohet mbrëmja e 13 qershorit 2025, ku në një atmosferë të mbushur me emocion, ngrohtësi dhe reflektim, u zhvillua vernisazhi i librit Drejtues dhe vizionar Nihat Bajrami, një vepër që rrëfej një histori reale suksesi, botuar nga shkrimtari dhe studiuesi Blerim Ramadani. Në një sallë të mbushur plot, me mbi 100 të ftuar, kjo mbrëmje ishte më shumë si një promovim libri. Ishte një festë e vlerave të jetës, e guximit, e sakrificës dhe përkushtimit. Ishte një takim i brezave, i komunitetit dhe i atyre që e njohin dhe e duan rrugëtimin e një mërgjimtari të jashtëzakonshëm. Moderimin e ngrohtë e bëri Mengi Zhukli, e cila me profesionalizëm dhe ndjeshmëri lidhi pjesët më të rëndësishme të mbrëmjes. Përkthimi menjëhershëm në 2 gjuhë, mundësua nga Behar Sadiku, duke sjellë një atmosferë ndërkulturore ku fjala nuk njohu kufi. Stel Verte Trerja, Manuela Zollinger, me fjalët e saj të ndjera përshkroi qartë figurën e Nihat Bajramit, një lider modest, por me ndikim të madh, një profesionist me vizion të qartë i cili u ngrit përmes punës së palodhur dhe humanizmit. Vetë autori i librit Blerim Ramadani tregoi arsyeën pse vendosi të shkruaj këtë vepër. Nihat Bajrami është më shumë se një emër në fushën e kujdesit shëndetësor. Ai është një simbol i përpjekjes, i integrimit të suksesshëm dhe një model për shumë të rinj shqiptarë në diasporë. Libri Drejtues dhe vizionar nuk është thjesht një biografi, është një testament i vërtet i vlerave që nuk blihen, të ndershmërisë, përkushtimit dhe përgjegjësisë ndaj të tjerëve. Në mbrëmje pati lot gëzimi, përqafime miq, kujtime dhe reflektime. Fjalët e njerëzve që kanë punuar, bashkëjetuar apo që janë afër Nihatit, dëshmuar për një njeri që jo vetëm që drejton, por që frymëzon dhe mbështet. Në fund të pranishmit, patën mundësinë të marrin kopjen e tyre të librit të firmosur me përkushtim nga vetë Nihat Bajrami dhe autori i Ramadani. E veçantë e kësaj është se të gjitha ata ardhurat nga shitja e librit do të dhurohen për qëllime humanitare, si një vazhdimsi e shpirtit bamirës të protagonistit. Mbrëmja u mbyll me buzëqeshje, me ndjeshmëri dhe një ndjenje të qartë, si histori e njerëzve të vërtet nuk duhet të harohet, por të shkruhet, të shpërndahet dhe të frymëzoj. Drejtues dhe vizionar është shumë më tepër se një libër, është një fener për brezat që vinë.